Oligarkët dhe politikanë tanë kanë vendosur të fyen dy nga tiparet më të rëndësishme të njerëzit, inteligjencën dhe dinjitetin tonë. Na fyen kryeministri jon kur me paftërsi na thot se kemi lëshuar 2 satelitë në hapësirë. Të tjerë i kanë projektuar, të tjerë i kanë prodhuar, të tjerë i kanë lëshuar në hapësirë dhe askush nuk e di për çfarë shërben ata satelitë. Para tona kanë shkuar rrushe kumbulla. Njësoj, erdhi vera u dogje me erdhi dimri u përmbyte me apo pa satelit. Na fyen kur thot për shembull për vendlinjen tim me Shkodrën, se nuk u përmbyt vetëm se nuk doli Drini, Buna, Kirja, Poliçeni, ndërkohë tokat bujqësore janë përmbytur në Shkodër dhe kudo tjetër, vetëm nga rreshjet. Sepse kanalet nuk janë pastruar, siç ndodhi në Durrës, ku përveç shumë kanaleve, kanali kryesor ishte taposur për t'i hapur një rrugë, një budallalleku, një maskaralleku të oligarkut të naftës Shefqet Kastrati. Na fyen dinjitetin ton, inteligjencën ton, kur na trumpetojnë si arritje, rrugë që kanë zgjatur me vite dhe dekada, kanë kushtuar miliarda dhe përsëri në fund kanë probleme. Rasti tipik ishte rasti Qafploç, 20 vjet, 260 milion euro për 43 km rrugë. 2 muaj mbas inaugurimit, rrshqiti mali, bllokoi rrugën, rrezikoi kalimtarët. 1.3 miliard euro do t'i kushtoj popullit shqiptar segmenti Thuman-Kashar 24 km, vetëm sepse ju dha koncesion 35 vjet oligarkut Bashkim Ulaj. Dhe cilësia asaj është e tillë që kur ecë në të nuk e dallon a je me makinë apo po lëndron me varg. Kryqësia ti nuk unë aty, po vazhdoi dhe deshit merte edhe tokat e rjollit në Velipoj, banorëve autokton për të ndërtuar resorte dhe vila luksoze për vete dhe shokët e tij. Ndërtojnë vepra arti, tunele dhe ura, pa ekspertizë, pa studime, pa pyetur askënd. Ishte rasti tunelit Llogaras. Rrjedh ujë, gryen betonin, ndrysh hekurit, cënon stabilitetin e krejt strukturës. Edhe me paftyrsinë më të madhe, politikanë tanë, analistat që shiten e plenë si mall kinez, dalin dhe na thonë është normale, nuk ka asnjë rrezik. Si mund të jetë normal një situatë e tillë? Sa të paftyr janë këta njerëz, sa të papërgjegjshëm që rrezikojnë jetën tonë. Sa kriminela, sa taleban janë këta njerëz. Tuneli Skërficës ka pas probleme, rrshqitje në hyrje. Tuneli Murrizit ka gropa, rruga Arbrit është problematike se që duk me ngritset e para që ndodhen. Unaza Burrelit rrshqiti dhe u bë pakalueshme. Rruga Kombit që u ndërtu pasat shumë vitesh nga paraardhësi i këtij, Bashk Hajduti, Sali Berisha, se këta janë bashkë dhe janë njësoj. Pasat shumë vitesh, me atë shumë fonde, e vjedhje, e rrshqitje që ndodhen. Përsëri, ju dha me koncesion për mirëmbajtje 2 oligarkëve, Kastratit dhe Selillarit, dhe duket sa mirë është mirëmbajtur. Me rreshtet e para u bllokua dhe ndodhen aksidente. Këto na cënojnë dinjitetin kur marrin, prishin shtëpitë tona siç ndodhin në Theth, kur marrin ujin ton, siç po ndodh në Kurdari apo në Martanesh, ku po merret uji liçenit Sopës, apo në Tragjas ku merret uji për oligarkët dhe resortet e tyre. Kur marrin tokat tona siç ka ndodhur në Bregdetin e Jugut, ku është shpërfituar Bregdeti dhe faqja e malit, është betonizuar nga Samir Mana dhe ndërtues të tjerë. Por cënojnë edhe dinjitetin ton kombëtar dhe jo vetëm personal, kur përpiqen t'japin copat vendit ton për të kënaqur politikat fashiste dhe interesat dhe tekat personale të oligarkëve të huaj dhe politikanëve ekstremista në përbot. Dhe këtu e kanë fjalën nga deti që deshit jetë të Sali Berisha dikur te kampi i refugjatëve në Xhader, që qeveria shqiptare nuk mundet as të hyjë dhe ku qeveria italiane internon fakir të kësaj bote, thua se do t'i vinë keqja nga ata, e deri tek Sazani një pjesë e cili do t'i jepet dhënrit Trumpit. Kjo fyrje dhe cënimi rand i inteligjencës, i dinjitetit ton personal dhe kombëtar, duhet jetë thirrje dhe nxitje për kryengritje, për revolt. Ne duhet ngrihemi dhe të bëhemi bashkë me lëvizjen bashkë, si e vetmja forcë politike që ka jo vetëm dëshmërinë dhe është e pakorruptueshme, por edhe idetë dhe programin e dur. Flas me revolt këtu, sepse e tillë është koha. Koha kërkon që ne të revoltohemi. Dhe dua ta mbyll me vargjet e një patrioti tem ku para mbi 100 viteve shkroi këto fjalë po aq aktuale edhe sot, ndoshta bile më shumë sot se atëherë. O si nuk kam një grusht fort, ti bi mund zemër malit që zbezan. Ta di edhe ai se çdo të thani dop, në agonit për dihet si vigan i vram.